Nuk e di cila është arsye pse po hyn këto teknikalitete opozita, pra për me refuzu mandatin, por prodhimi, rezultati është ky. Pra kemi ngërç procedural dhe institucional aktualisht. Po besoj që deputeti Deari, kryesuesi i seancës, pra do ta dërgoj në kohë. Ka 48 orë deri në ftimin e seancës së radhës. Pastaj është mandatari i qeverisë i cili ka 15 ditë, siç e parashikon kushtetuta, që nga data e mandatimit 15 ditë të radhës në mënyrë që të shfrytëzojë atë kohë, pra për të siguruar votat e nevojshme. Është paksa problematike kur supozimet e vetë ndërtuara tentohet bëhen konstatimet tona. Do të thonë, nëse thu që dje u konstatu që i keni veç 52 vota, kjo gabim, sepse siç e sqarova në fillim. E dyta është nëse konstatoni që po tentojmë blejmë kohë, akuzë e cila na është përsëritur disa herë edhe para seancës së djeshme, dje u pa që nuk ishim ne ata që bllokuam, apo jo. Do të thonë, ishte opozita, në këtë rast PDK, LDK, AK dhe lista serbe, të cilët e ngritën dorën për ta bllokuar procesin, jo ne. Pra, vetëm të ndalemi njëra dhe të shohim faktet, para se të merremi me supozime të paqëndrueshme. Do të thonë, faktet janë këto. Pra, nuk ka fakte që dëshmojnë deri më tani që ne kemi qenë të interesuar për bllokim të institucioneve. Është e kundërta. Por çuditërisht, pyetje të tilla po vazhdojnë, supozime të tilla po vazhdojnë që gjëja ne po bllokojmë, kur faktet flasin diçka tjetër. Fakti është që opozita dje votoi kundër marrjes së mandatit të deputetit. Opozita dje tha, pa dhënë ndërheqje qeveria, ne se formojmë kuvendi. A tha kështu? Çka i bën kjo? Kjo i bën që ata s'po dojnë me marr mandat. Ata po thonë ju rreni, mos lëvizni atje, se na se formojmë kuvendin. Çto po e thot opozita? Do thonë s'po dojnë me marr mandat. Nuk e di cila është arsye pse po hyn këto teknikalitete opozita, pra për me refuzu mandatin, por prodhimi, rezultati është ky. Pra kemi ngërç procedural dhe institucional aktualisht. Faktet tregojnë që opozita është e painteresuar me informu institucionet e vendit. Kështu që ne veprojmë sipas ligjit. Por ne nuk mund të veprojmë se çfarë kërkesa mund të ketë secili gjatë rrugës që takojmë. Dhe letra, qëndrimi është paraqitur i tillë. Njoftimi është bërë me kohë. Ligji e parasheh që qeveria me rastin e skadimit mandatit të kuvendit ka lënë në funksionin e qeverisë kujdestare, pra qeverinë në detyrë dhe për kujdeset deri në ardhin e qeverisë së re. Pra edhe një herë, ju lutem, keni parasysh, faktet janë këto. Dje kishim situatën ku opozita e tregoi se është e painteresuar ose ndoshta e interesuar që të mos ketë krijim të institucioneve. Çështja tjetër, sa i përket letrës, nuk kam informata nëse është dërguar ose jo, nuk di nëse kolegu ka, por nuk kemi informat, por po besoj që deputeti Deari, kryesuesi i seancës, pra do ta dërgoj në kohë. Ka 48 orë deri në ftimin e seancës së radhës, besoj që do të bëhet në kohë. Procesi votimi djeshëm ka pasur të bëjë me një çështje procedurale ku rëndom kanë votuar gjitha subjektet, gjitha grupet parlamentare, gjithë deputetët. Pra ajo nuk është kurfar vërtetimi apo shpërfaqje se sa vota apo kush sa vota ka, meqense nuk ka qenë as, si them, situatë e tillë ku ne është dashur të përkujdesemi që t'i mbledhim gjithë deputetët në mënyrë që të sigurohemi se kalon, sepse ne as që kemi imagjinu që do të ketë deputet të opozitës që do të tentojnë bllokimin e institucioneve. Besoj që gjatë proceseve të ardhshme, siç e thash, pra është rasti i konstituimit të kuvendit, votimit për kryetar dhe nënkryetar, aty duhet shihet pra sa vota janë për kryetarin dhe nënkryetaret e kuvendit. Pastaj është mandatari i qeverisë i cili ka 15 ditë, siç e parashikon kushtetuta, që nga data e mandatimit 15 ditë të radhës në mënyrë që të shfrytëzojë atë kohë, pra për të siguruar votat e nevojshme, të cilat ia paraqet seancës dhe votohet qeveria re kurti 3.